Me motën Inteligjenca rrjedh nga libri vjen edicioni 25 i panajerit të librit në Prishtinë, i organizuar nga Shoqata e Botuesve të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunën e Prishtinës dhe Pallatin e Rinisë. Panajeri është i hapur çdo ditë nga ora 9 deri në orën 21, ndërsa panajeri pritet të mbyllet me datë 15 qershor në orën 19. Në këtë event marrin pjesë 100 botues nga të gjitha trojet shqiptare në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Veriut dhe Diaspor. Në këtë panajer të librit Prishtina 2025 marrin pjesë rreth 2000 tituj të rinj për lexuesit. Tani unë quhem Skënder Braka, jam një autor nga Durrësi. Sigurisht autori i vjetër, nuk jam autori i ri. Botimin e parë kam bërë 186-ën. Dhe në Kosovë vi për herë të 10. Mund ky është panajeri i 10 që vjen në Kosovë, vjen Prishtinë, në panajerin e Prishtinës. Unë deri tani kam afërsisht 22 tituj librash, ndër këto kam pjesën një librave për fëmijë, romaneve për fëmijë, kam edhe romane për të rritur. Kam edhe tregime, kam lëvruar edhe tregime dhe novela për të rritur, dhe tregime dhe novela për të rritur për fëmijë. Unë më pëlqen të komunikoj me lexuesin e Kosovës, sepse është një lexues me vërtet me kulturë, nuk është një lexues i rëndomt. Kam sigurisht klientelën time këtu, një klientelë përzgjedhur. Dhe po shoh që nga viti në vit trendi i blerjes librit shiki ullet. Po kjo është një fatkeqësi, sepse njerëzit më tepër tani rinia është larguar pak nga libri dhe është afruar telefonave, rrjeteve sociale këtyre. Cila libra ja kishte sugjeruar më shumë fëmijëve ose të rriturve? Po që për të rritur, unë botimin e fundit që kam bërë, do i siguroj se libri është si puna fëmijës, s'mund ta ndash çdo secili libër. Kam librin për të dashurisë, dhe ai është një libër që trajton një temë shoqërore, një temë familjare, dramën e një gruaje të divorcuar që ka 2 fëmijë, prej pecit që ajo heqin jetë. Pastaj për letërsinë për fëmijë do t'i siguroja për pushimet e verës, një libër në pushimet e verës që fëmijët gjatë kohës së pushimeve të argëtohen duke lexuar këtë libër. Përshëndetje, unë jam Ren Kashiu, pronari të librit. E kena një libër shumë të këndshëm për moshën 7 vjeçë, edhe e kena për fëmijë për këto sport, për mbrojtjen e Afrikën. Shko frikë djali edhe të nëna vet dashurisë.